Punonjësit të shëndetësor protestuan sot para spitalit të Tetovës, pasi edhe pas 5 deri në 10 vitesh stazh, vazhdojnë të jenë pa vendime pune. Akuzojnë se në vend të tyre punëson persona nga jashtë dhe pa përvojë. Punonjësit të thonë se janë përdorur vetëm për premtime elektorale që harrohen pas zgjedhjeve. Edhe pse Ministri Aliu, Drejtori Elezi dhe Kryetari Kasami premtuan për vendet tona të punës, prapse premtimin e tyre e refuzuan poshtë antarët e tyre partijak. Por këtë do të ikim, nuk do të ikim se duam perëndimin më shumë se vendin tonë. Do të ikim sepse atje të paktën vlerësohet kontributi ynë dhe nuk ka justifikime. Nuk ka mashtrime të një pas njëshme. Një punonjës e spitalit të Tetovës akuzoi hapur për nepotizëm, duke deklaruar se nga ana e VMRO DPMN-s është kërkuar libreza partijake si kusht për punësim. Nuk do të presim konkurs tjetër, mjaft pritëm duhej personeli që u pranua nga jashtë të pres konkursin tjetër e jo ne. Nuk është e drejtë ndërpritni kontratat për qëllime politike, ashtu siç e keni bërë me disa kolege tona. Drejtori i spitalit të Tetovës vazhdon të jep premtime për zgjidhjen e problemit, duke e shtyrë sërish afatin e realizimit për në vitin 2026. U kam thënë që të gjithë nuk mund të përfshihen shkaku profileve që është marrë konkursi prej vitit paraprak. Kështu që edhe në atë moment që ka marrë fund të mbon kërkesë deri në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Ministrinë e Administratës për konkurs tjetër në vitin 2026, në të cilin e ka marrë pozitiv. Punonjësit të shëndetësor thonë se nuk do të ndalojnë protestat deri në marrjen e vendimeve të punës.